Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam e sakta edhe pjesë e besimit ton është që pejgamberi alayhi salatu wasalam mund të shihet në ëndër. Nuk është e pamundur ta shohësh Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, po flas nga aspekti i mundësisë. Pastaj a ma mundson Zoti mu edhe ty me na nderu me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam është mesele tjetër. Ndoshta unë se kam atë fat me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam në ëndër, ti e ki. Por prap, a ngritet mbi këtë se ti e shikove apo e pe Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, edhe tash ti je më i mirë, apo ti tash nuk ke obligim me i kry adhurimet e fesë, a nënkupton shikimin ëndër i ti diçka të veçantë për ty? Parimisht, është motiv për besimtarin. Është krenari me arrit me pa qoftë edhe në ëndër pejgamberin alayhi salatu wassalam. Por nuk ka ndonjë gjë të veçantë e cila ty pastaj të privilegjon në aspektin e ibadeteve, të privilegjon si njeri, por të ngarkon ma shumë me përgjithësi, sepse ti të ka zgjedh Zoti xhaleshanuhu me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam spaku në ëndër, edhe asëse ti nuk duhesh mu largu prej adhurimeve, më ardh shejtani me të bën vezvese, edhe me thonë ti tash ke mrini kategoritë të lartë, je bë evlia i Zotit, ti më nuk e ki farz, për shembull namazin, audhu billah. Mos më guxu besimtari mu mashtru me këto trikat e shejtanit. Nuk guxon. Pra është e mundur të shihet pejgamberi alayhi salatu wasalam në ëndër.